Dikush është marrëzisht i dashuruar me ty, por kjo lidhje është e ndaluar, dhe kjo do të thotë dy gjëra që duhet ti kuptosh. Ndale për një moment, merr frymë, sepse ky mesazh nuk shfaqet rastësisht. Nëse dikush sapo të erdhi në mendje, nuk është rastësi. Ekzistojnë ata të padukshmit që mbeten aktiv. Ka një person, ndoshta dikush i pranishëm në jetën tënde, ndoshta dikush që shfaqet në mendimet e tua pa paralajmërim, i cili ndihet thellësisht i lidhur me ty. Jo nga sipërfaqja, jo nga loja apo kurreshtja kalimtare, por nga një vend i brendshëm, intensiv dhe i heshtur. Ai nuk e shpreh në mënyrë kaotike apo dramatike. Ai e jeton atë me kontroll, me përmbajtje, në një mënyrë që nuk ja ka lejuar vetes kur më parë. E megjithatë, kjo lidhje nuk rrjedh lirshëm, jo sepse mungojnë ndjenjat, por sepse diçka qëndron në rrugë. Rrethanat, përgjegjësitë, kufit e brendshëm apo të jashtëm e kthejnë këtë lidhje në diçka që nuk duhet të jetë. Dhe ky kusht i ndaluar nuk e dobëson, përkundrazi e bën më të fuqishëm. Këtu zbulohet kuptimi i parë. Kur një lidhje ndihet e ndaluar, rrallë është sipërfaqësore. Nuk lind nga boshllëku apo nevoja për të mbushur një zbrazë të tij. Ajo lind nga njohja e thellë. Ky person nuk vendosi të bjerë në dashuri me ty. Nuk ishte një zgjedhje e vetëdijshme. Filloi si interes, pastaj admirimi, pastaj besim, dhe pa e kuptuar, ti u bëre dikush që nuk mund ta nxirrnin më nga mendja. Ajo që e bën këtë lidhje të ndërlikuar nuk është mungesa e dashurisë, por momenti, konteksti, frika nga humbja e asaj që tashmë ekziston. Ndoshta ka angazhime të mëparshme, ndoshta pritshmëri familjare, urdhra moral, struktura shoqërore, ose premtime të bëra nga një version tjetër i vetes. Ndoshta kjo lidhje sfidon gjithçka që ata besonin se ishte e drejtë për të dëshiruar. Prandaj përmbahen. Këtu shfaqet e vërteta e parë e madhe. Ky person nuk po lufton kundër teje, ai po lufton me veten çdo ditë. Zgjohen me imazhin tënd që u rrotullohet në mendje dhe menjëherë i kujtojnë vetes pse nuk duhet të mendojnë për ty. Ata rikujtojnë bisedat, buzëqeshin pa dashje dhe pastaj korrigjojnë veten brenda. Ata fantazojnë për afërsinë, por e mbyllin atë mendim sepse dëshira për ty kërcënon ekuilibrin e jetës që kanë ndërtuar. Prandaj qëndrojnë të heshtur, jo sepse nuk ndjejnë, por sepse ndjejnë shumë. Nuk veprojnë sepse veprimi do të thoshte përballje me pasoja që ende nuk guxojnë t'i shohin. Nuk afrohen sepse afërsia do të zbulonte të vërteta që ata i kanë shmangur, madje edhe ndaj vetes. Heshtja, në këtë rast, nuk është boshllëk, është mbingopje emocionale, është përmbajtje, është frikë nga hapja e një dere që ndoshta nuk do të munden ta mbyllin më. Ekziston një ligj i brendshëm i psikikës që e shpjegon këtë. Ajo që shtypet nuk shpërbëhet, intensifikohet. Çdo mesazh që nuk e dërgojnë, çdo impuls që frenojnë, çdo hap që nuk e hedhin, nuk e dobëson lidhjen, e ngjesh atë, dhe ajo që ngjeshet nuk zhduket, grumbullon forcë. Prandaj e ndjen atë tension të çuditshëm mes jush, atë ndjesi pranie edhe në distancë. Prandaj mendon për të pa ndonjë arsye të dukshme. Prandaj emocionet e tua ndryshojnë në mënyrë të pashpjegueshme. Ka diçka të papërfunduar që lundron mes jush. Një energji që nuk ka gjetur dalje. Ndjenjat e pashprehura nuk vdesin, ato presin, dhe ndërkohë që presin, ndikojnë. Carl Jung shpjegoi se ajo që nuk e bëjmë të vetëdijshme vepron nga hija dhe përfundon duke drejtuar jetën tonë sikur të ishte fat. Tani për tani, shumica e asaj që ju lidh banon aty, në të pathënat, në të papranuarat, në të pazgjidhurat. Dhe pikërisht sepse nuk janë sjellë në dritë, ato vazhdojnë të lëvizin nën sipërfaqe, duke formësuar emocionet, heshtjet dhe takimet e padukshme. Ky person të mban në një vend ku po thuaj askush tjetër nuk ka qasje. Ti shfaqesh në mendimet e tyre kur gjithçka është e qetë, në ato momente kur nuk ka maska apo role për të ruajtur. Nga jashtë mund të duken të qëndrueshëm, koherent, të vetë përmbajtur, por brenda ka një dialog të pandërprerë. Një hap përpara dhe dy prapa, lejojnë dëshiren dhe pastaj e shtypin. Jo sepse ti nuk je i rëndësishëm, por pikërisht sepse je shumë i rëndësishëm. Ka frikë.
frikë nga prishja e jetëve, nga thyrja e ekuilibrave, nga tradhtia e parimeve që dikur ishin shtylla. Frikë nga hapja e diçkaje që nuk din si ta mbyllin më pas. Ajo tension i brendshëm është raskapitës dhe prandaj kjo lidhje nganjëherë rëndon. Prandaj ndihet intensive edhe pa kontakt. Prandaj distanca nuk sjell lehtësim, vetëm shtyrje. Kur dy botë të brendshme preken vërtet, diçka pashmangshëm ndryshon. Tashmë ka pasur një reagim mes jush, edhe nëse nuk e keni emërtuar. Diçka tek ata u lëkund kur të takuan dhe diçka tek ti u riorganizua kur i ndjeve. Nuk është fantazi apo idealizim, është transformim. Prandaj kalimi i kohës nuk e fshin këtë lidhje. Ajo nuk mbahet nga zakoni apo afërsia fizike, por nga kuptimi. Këtu nuk ka lojra pushteti apo përpjekje për dominim, nuk ka strategji të fshehura apo manipulim emocional. Pikërisht për këtë është kaq i çuditshëm. Është një përvojë që asnjëri prej jush nuk e planifikoi dhe që tani nuk e dini si ta vendosni brenda arkitekturës së jetës suaj aktuale. Me kalimin e kohës, një e vërtet bëhet e dukshme. Ti nuk je një shpërqendrim kalimtar, nuk je një gabim në rrugë, nuk je i zëvendësueshëm. Ti je pjesë e një procesi të brendshëm që tashmë ka filluar t'i shtyjë ata nga brenda, drejt qartësisë emocionale. Dhe ndërsa ajo vetdije zgjerohet, kuptimi i kësaj lidhjeje të pamundur do të fillojë të zbulohet ngadalë, stres pas strese, pa nxitim, derisa ajo që vjen më pas të jetë gati të shfaqet. Dhe ndërkohë, ka diçka të pamundur të injorohet. Kjo lidhje nuk funksionon si tërheqjet e zakonshme, nuk dobësohet me mungesë, nuk shpërbëhet me shpjegime racionale, nuk zhduket vetëm sepse është e pakëndshme, përkundrazi të shoqëron në heshtje. Edhe kur je i zënë, edhe kur vëmendja jote duket se është diku tjetër, ky person kthehet në mendjen tënde pa përpjekje, jo sepse e thërret, por sepse ka diçka të papërfunduar që vazhdon të rrahë. Dhe nga ana tjetër, ndodh e njëjta gjë. Ata mund të kalojnë ditë duke u dukur normal. Mund të duken të zhytur në përgjegjësi, rutina, angazhime, por mendja gjithmonë kthehet te ajo që nuk u mbyll dot. Kujtojnë si u ndjen të kuptuar pa pasur nevojë të justifikonin veten. Kujtojnë natyrshmërinë e dialogut, ndjesinë e njohjes, atë familiaritet të vështirë për t'u shpjeguar. Momente që teorikisht nuk duhet të kishin nënkuptuar aq shumë, dhe pikërisht për këtë i trazojnë, sepse pasi dikush të sheh në atë nivel, nuk mund të kthehesh më mbrapa. Këtu shumë e keq interpretojnë lidhjet e ndaluara. Ata mendojnë se distanca tregon mungesë ndjenje, kur në realitet shpesh tregon të kundërtën. Distanca jo gjithmonë vjen nga mosinteresimi, nganjëherë vjen nga teprimi. Ky person e ndjen se nëse afrohet edhe pak, nuk do të mund të vazhdojë të jetë ai që ishte. Ai e ndjen se në anën tjetër të sinqeritetit ekziston një pikë pa kthim dhe ende nuk ndihet gati të çmontojë një jetë që e ka ndërtuar me kujdes, edhe pse në thellësi ajo jetë nuk i rri më mirë. Prandaj zgjedhin kontrollin në vend të së vërtetës, stabilitetin e njohur në vend të autenticitetit të pasigurt. Por ky zgjedhje ka një çmim. Asgjë nga ajo që ata shtypin nuk zhduket. Ajo riorganizohet brenda, shfaqet si shqetësim, si shpërndarje, si shkëputje emocionale nga ata me të cilët duhet të jenë të pranishëm. Ata fillojnë të vënë në pikpyetje lidhje që dikur dukeshin të qëndrueshme. Pyesin veten pse diçka mungon, pse përgjigjet që dikur mjaftonin tani nuk arrin më. Dhe e gjitha kjo ndodh sepse një pjesë e së vërtetës së tyre është zgjuar dhe nuk mund të flejë më. Ata mund të mos ta shqiptojnë kurrë me zë emrin tënd, por energjia jote bëhet masa e tyre e brendshme. Pa e kuptuar, fillojnë të krahasojnë gjithçka me ty, jo sepse po kërkojnë, por sepse ti përfaqëson një formë të së vërtetës emocionale në të cilën nuk i kanë lejuar vetes ende të banojnë. Prandaj kjo lidhje ndihet e paplot. Nuk është vetëm dëshira e përmbajtur, është ndjesia e të qenit në prag të një ndryshimi të thellë. Dhe ti e di gjithashtu, edhe nëse nuk mund ta shpjegosh me fjalë, që nga momenti kur ata u shfaqen në jetën tënde, diçka tek ty u riorganizua në heshtje. Kufit e tu u rishkruan. Ajo që dikur toleroje tani të rëndon. Ajo që dëshiroje u bë më e qartë.
Lidhje që dikur dukeshin të mjaftueshme sot duken të zbrazta. E gjen veten më pak i gatshëm të pranosh prani gjysmake, më pak i durueshëm me lidhje pa thellësi, më i vetëdijshëm për atë që ndjen rezonancë të vërtetë. Ajo qartësi nuk erdhi nga hiçi, u lind nga njoja. Këtu fillon shtresa e dytë e kuptimit. Ky takim nuk ka të bëjë vetëm me mallin, ka të bëjë me zgjimin. Ka marrëdhënie që vijnë për t'u ndarë në kohë dhe të tjera që vijnë për të zgjuar ndaj vetes. Kjo i përket llojit të dytë, jo sepse nuk mund të shndërrohet në diçka më shumë, por sepse funksioni i saj fillestar është i brendshëm. Ti e takove këtë person në një moment kur diçka brenda teje ishte gati të trazojë, dhe ata të takuan ty kur, edhe pse nuk e thoshin, tashmë po vinin në pikpyetje jetën që po jetonin. Prandaj tërheqja është kaq intensive dhe kaq e çuditshme njëkohësisht. Ju jeni pasqyra. Ti reflekton pjesë të tyre që kanë qenë të shtypura. Ata reflektojnë pjesë të tua që kanë pritur të shihen. Ky lloj lidhjeje nuk i bindet kronologjive të zakonshme. Nuk ka nxitim, nuk shpallet me zë të lartë. Nuk kërkon përkufizime të menjëhershme. Punon në heshtje nga brenda, duke rikonfiguruar vlera, prioritete dhe vetëdije emocionale. Prandaj edhe mungesa mes jush ndihet e ngarkuar. Diçka vazhdon të lëvizë nën sipërfaqe. Ndoshta pyet veten pse lëshimi duket i pamundur, sepse arsyeja nuk sjell lehtësim, sepse përsëritja e vetes se asgjë nuk mund të ndodhë nuk të çliron. Është sepse kjo lidhje nuk mbahet në fantazi, por në një të vërtetë që ende nuk është jetuar. Dhe e vërteta, pasi të ndihet, nuk mund të fshihet. Ti nuk po kapesh pas një personi. Ti po kapesh pas një përvoje qartësie emocionale që të transformoj dhe e njëjta gjë po ndodh me ta. Kjo nuk do të thotë se duhet të presësh. Nuk do të thotë të ndalosh jetën tënde apo të sakrifikosh të tashmen për një mundësi të pasigurt. Do të thotë të kuptosh çfarë kjo lidhje erdhi të tregoj. Ajo po të zbulon thellësinë reale të kapacitetit tënd për të ndjerë. Po të tregon llojin e lidhjes që ushqen në vend që të konsumoj. Po të kujton se dashuria autentike ekziston përtej komoditetit dhe frikës. Dhe pavarësisht nëse ata e pranojnë apo jo, e njëjta gjë po ndodh edhe tek ta. Ajo që vjen më pas nuk mund të detyrohet. Nuk i përgjigjet dëshirës, heshtjes strategjike apo ndjekjes. Ky lloj lidhjeje shpaloset vetëm kur sinqeriteti bëhet më i fortë se frika. Deri atëherë, ai banon në një hapësirë të ndërmjetme. Nuk është larguar, por as nuk është plotësisht i pranishëm. Jeton në mendim, jeton në emocion, jeton në ato momente të qeta ku e vërteta përshpërit në vend që të bërtas. Me kalimin e kohës, tensioni mes asaj që ata janë dhe asaj që po fillojnë të bëhen do të vazhdojë të rritet. Dhe e njëjta gjë ndodh me ty. Në fund, diçka do të duhet të transformohet. Vetëdia që zgjohet nuk mund të flejë për gjithmonë. Dhe kur ndryshimi të vijë, nuk do të lindë nga mallëngjimi, por nga gatishmëria. Ajo gatishmëri nuk vjen në mënyrë dramatike. Nuk shpallet me deklarata impulsive apo gjeste grandioze. Shfaqet si shqetësim në rritje, si ndjesia e vazhdueshme që diçka e brendshme nuk përshtatet më me jetën që po jetohet. Tek ata, zakonisht shfaqet si një çarje e hollë. Roli që dikur e luanin me lehtësi tani fillon të ndihet i rëndë. Detyrimet që dikur i pranonin pa pyetje tani bëhen kufizuese. Rutinat emocionale boshatisen, edhe pse nga jashtë gjithçka duket në rregull. Dhe ti nuk je shkaku i asaj çarje. Ti je kontrasti që e bëri atë të dukshme. Ti nuk u ndryshove jetën. Ti ndriçove atë që tashmë ishte e pasinkronizuar. Prandaj kjo lidhje i shqetëson. Jo sepse kërcënon stabilitetin, por sepse kërcënon iluzionin. Iluzionet janë të rehatshme. E vërteta nuk është. E vërteta kërkon përgjegjësi, kërkon guxim, kërkon që një person të shikojë drejt asaj që ndjen dhe të vendosë nëse është i gatshëm të jetojë në përputhje me të. Dhe shumë njerëz nuk janë gati ta marrin atë vendim kur ndjenja shfaqet për herë të parë. Prandaj shtyn, racionalizojnë. I thon vetes se është vetëm një fazë, se është një projektim, se do të zhduket nëse e injorojnë mjaft gjatë.
por ajo që zgjohet nuk flen më lehtë. Lidhjet që prekin të thellën nuk zhduken me braktisje. Kur nuk mund të shprehen, ato kthehen në tension të brendshëm. Prandaj ti ndjen cikle afrimi dhe tërheqjeje, momente kur ata duken emocionalisht të disponueshëm dhe pa paralajmërim të mbyllen sërish. Prandaj ka momente kur ndihesh jashtëzakonisht I lidhur edhe pa asnjë kontakt. Ajo luhatje nuk flet për dyshim ndaj teje. Flet për një betejë të brendshme që ende nuk është zgjidhur. Ata e gjejnë veten në pragun mes identitetit që kanë mbajtur për vite dhe personit që po fillojnë të bëhen, dhe ti mishëron atë pikë kalimi. Nga ana jote, po ndodh diçka po aq e rëndësishme. Ti po zhvillon dallimin. Po mëson të dallosh midis intensitetit dhe koherencës, midis tërheqjes dhe përputhjes reale, midis vëmendjes së momentit dhe njohjes së thellë. Kjo lidhje nuk erdhi për të destabilizuar, por për të përmirësuar. Ndoshta vëren se nuk kërkon më afeksione sipërfaqësore si më parë, se është më pak tërheqëse të ndjekësh validimin, se nuk je më I gatshëm të zvogëlosh veten për t'u përshtatur me komoditetin e të tjerëve. Kjo nuk është rastësi, është evolucion. Kjo lidhje po të mëson respektin për veten pa fjalime, po të tregon se si ndihet të jesh I parë emocionalisht, edhe pse mbeti e paplodh. Dhe pasi ta njohësh atë ndjesi, nuk mund ta injorosh më. Prandaj kjo lidhje ndihet e shenjtë, jo sepse është e përsosur, e lehtë apo e garantuar, por sepse është domethënëse përtej rezultatit. Pavarësisht nëse shndërrohet në diçka të prekshme apo jo, ajo tashmë ka përmbushur një pjesë të funksionit të saj. Ajo ka zgjeruar vetdijen tënde emocionale, ka rafinuar intuitën tënde, ka qartësuar atë që vlerëson në dashuri dhe lidhje, dhe tek ata ka shkaktuar një lëvizje të ngjashme. Prandaj asnjëri prej jush nuk mund ta fshijë thjesht. Ajo është e endur në procesin e asaj që po bëheni. Ndoshta pyet veten pse u shfaq në një moment kaq të papërshtatshëm, pse mbërriti kur nuk mund të jetojë lehtë. Por koha nuk flet gjithmonë për ndëshkim, shpesh flet për përgatitje. Ndonjëherë dy njerëz takohen jo për t'u bashkuar menjëherë, por për t'u transformuar veçmas. Pa atë punë të brendshme, edhe lidhja më intensive mund të shpërbëhet në mpeshën e frikrave të paeksploruara dhe modeleve të pazgjidhura. Tani për tani, të dyve ju kërkohet diçka më e thellë se dëshira. Ju ftoheni të shikoni të vërtetën. Për ta, pyetja është nëse janë të gatshëm të jetojnë me sinqeritet, edhe kur sinqeriteti nënkupton pasoja. Për ty, pyetja është nëse je I gatshëm ta nderosh veten, edhe kur pritja të tundon. Prandaj durimi këtu nuk lind nga pritja, por nga besimi në veten tënde. Nuk je I destinuar të ndalosh jetën tënde apo të mbetesh I pezulluar në mall. Je I destinuar të vazhdosh të rritesh, të zgjedhësh, të jetosh. Nëse kjo lidhje ka për të evoluar, do ta bëj kur të dy mund të takoheni pa fshehje, pa rezervime, pa ndarje të brendshme. Dhe nëse nuk shndërrohet në një rrugë të përbashkët, ndikimi I saj do të mbetet, sepse tashmë ka riorientuar busullën tënde të brendshme. Kjo nuk është humbje, është inicim. Shumë njerëz kalojnë jetën pa përjetuar kur një lidhje që vërtet I zgjon. Ata mbeten në marrëdhënie të sigurta, por bosh duke zgjedhur komoditetin në vend të autenticitetit. Ti ke prekur diçka mjaft të vërtet për të vënë në pikpyetje modelet, për të ekspozuar frikërat dhe për të kërkuar rritje. Kjo është ajo që e dallon këtë përvojë. Me kalimin e kohës, qartësia do të vazhdojë të shfaqet, jo me forcë apo pritje pasive, por përmes sinqeritetit të jetuar. Njerëzit ose ngrihen drejt së vërtetës që ndjejnë ose tërhiqen drejt asaj që është e njohur dhe e sigurt. Të dyja rrugët zbulojnë përgjigje dhe nuk do të kesh nevojë t'i ndjekësh. Ato do të manifestohen në sjellje, vendime dhe me kalimin e kohës. Ndërkohë, beso në atë që kjo lidhje tashmë të ka dhënë. Jo mall, por vetdije. Dhe vetdija, pasi zgjohet, nuk të lë më I pandryshuar. Ndërsa thellohet, ndodh diçka e butë, por e pakthyeshme. Ti ndalon së përpjekuri ta përkufizosh lidhjen, ndalon së kërkuari shpjegime dhe fillon të dëgjosh atë që po zgjohet brenda teje. Këtu është momenti kur fuqia kthehet në heshtje në duart e tua, sepse rreziku I vërtet I një lidhjeje të ndaluar nuk është dëshira,
është humbja e vetes duke u përpjekur ta kuptosh. Dhe kjo nuk po ndodh më. Fillon të vëresh sa i qëndrueshëm ndihesh kur zgjedh veten, si të kthehet qetësia kur ndalon së kërkuari shenja, si rritet qartësia kur heq dorë nga interpretimi i heshtjes dhe fillon të nderosh stabilitetin tënd të brendshëm. Ky ndryshim është më i rëndësishëm se sa e imagjinon, sepse nëse para kësaj lidhjeje ti tërhiqeshe për brenda me intensitet, tani ajo po të zbulon diçka edhe më të thellë. Sovranitetin ndaj vetes. Po kupton diçka thelbësore. Një lidhje autentike nuk kërkon që ti të braktisësh veten. Dashuria e vërtet nuk të lë të pezulluar në paqartësi, dhe thellësia nuk kërkon vuajtje si provë. Ky kuptim është kyç pavarësisht nëse rruga me këtë person vazhdon apo jo. Ndërsa ti e integron këtë të vërtet me vetdije, nga ana tjetër tensioni vazhdon të grumbullohet sepse ata ende po e përpunojnë brenda vetes. Tani ata e perceptojnë më qartë kontrastin midis asaj që janë në botë dhe asaj që ndjehen kur mendojnë për ty, midis versionit që bindet, mban dhe përgjigjet ndaj asaj që pritet, dhe versionit që ndihet i gjallë kur lidhet me të vërtetën e tyre emocionale. Ky kontrast nuk mund të injorohet përgjithmonë. Njerëzit mund të shmangin bisedat, vendimet, përballjet e pakëndshme, por nuk mund të ikin nga vetja pafundësisht. Në një moment diçka qahet, jo në mënyrë dramatike apo shpërthyese, por në heshtje. Ata fillojnë t'i bëjnë vetes pyetje që dikur i shmangnin. Pse ndihemi shqetësuar? Pse jeta që zgjodha nuk më plotëson më plotësisht? Pse ekziston një ndjesi e vazhdueshme të paplotësisë? Dhe megjithse ata kur nuk e shqiptojnë emrin tënd, prania jote rezonon brenda atyre pyetjeve. Këtu shumë lidhje të ndaluara gjejnë pikën e tyre të kthesës, sepse kur vetdia zgjohet, ajo kërkon një zgjedhje dhe zgjedhja kërkon guxim. Disa njerëz ngrihen drejt atij pragut, zgjedhin sinqeritetin përmbi dukjen, të vërtetën përmbi komoditetin, rritjen përmbi frikën. Të tjerë tërhiqen, forcojnë rutinat, ngurtësojnë mbrojtjet, bindin veten se mpirja është stabilitet. Të dyja rrugët zbulojnë të vërtetën, jo përmes fjalëve, por përmes veprimeve. Dhe këtu është momenti ku ankorimi yt tek vetja bëhet thelbësor. Nuk është roli yt të shpëtosh dikë nga frika e tij. Nuk është përgjegjësia jote të presësh zgjimin e një personi tjetër. Nuk është detyra jote të mbash një peshë emocionale që nuk po ndahet. Përgjegjësia jote është të mbetesh në përputhje me të vërtetën tënde. Ti mëson të qëndrosh i hapur pa mbetur i disponueshëm për konfuzion, të jesh i dhembshur pa trajtuar nevojat e tua, të jesh pranues pa zvogëluar kufit e tu. Është një ekuilibër i hollë, por sot je i aftë ta mbash sepse kjo përvojë tashmë të ka transformuar. Nuk idealizon më potencialin duke sakrifikuar realitetin. Nuk e ngatëron më intensitetin me gatishmërinë emocionale. Nuk e interpreton më heshtjen si mister. Ti sheh me më shumë qartësi, dhe qartësia është një formë lirie. Prandaj, paradoksalisht, lidhja nuk të konsumon më si më parë. Ajo mbetet e rëndësishme, por nuk të zotëron më. Ajo të informon. Mund ta ndjesh pa u humbur, mund ta njohësh pa ndërtuar jetën rreth saj, mund ta mbash pa u kapur fort. Kjo është maturi emocionale. Dhe kjo maturi është ajo që lejon fazën tjetër të zbulohet, çfarëdo forme që të ketë. Nëse kjo lidhje është e destinuar të bëhet një dashuri e jetuar, e ndarë, reale, do të kërkojë diçka shumë konkrete. Guxim të ndërsjellë. Jo mall, jo kimi, jo histori e përbashkët. Guxim. Guximin për të folur me qartësi, për të transformuar atë që nuk është më në përputhje, për të marrë përgjegjësi për të vërtetën e vet. Pa këtë, edhe lidhja më e thellë mbetet e pezulluar, e fuqishme por e paplot. Dhe ti nuk e ke më frikë këtë paplotësi, sepse e kupton që kuptimi nuk varet nga rezultati, që transformimi nuk kërkon përhershmëri, që disa lidhje vijnë si kapituj, jo si përfundime. Siç theksoi Jung, privilegji më i madh i një jete është të bëhesh ajo që je me të vërtetë. Ky takim ju ka afruar të dyve me atë privilegj. Nëse ata hedhin ose jo hapin e plot drejt asaj të vërtete është procesi i tyre.
që ti të vazhdosh të ecësh përpara me integritet është i yti, dhe ti po zgjedh të ecësh përpara. Po zgjedh pranin, rritjen, një jetë të udhëhequr nga e vërteta dhe jo nga frika. Kjo nuk nënkupton mbyllje të zemrës, por hapje me dallim. Ti mbetesh i disponueshëm për një dashuri që të takon plotësisht, për një lidhje që nuk kërkon sekrete, për një intimitet që nuk jeton i fragmentuar. Dhe këtu shfaqet e vërteta e heshtur. Kur ndalon së ndjekuri qartësinë, qartësia shfaqet. Kur ndalon së pritur përgjigje, përgjigjet manifestohen në fakte. Kur liron kapjen pas potencialit, realiteti zbulohet. Nuk je më i blokuar në hapësirën e ndërmjetme. Ti qëndron fort brenda vetes. Prej andej, ajo që ndodh më pas nuk të zvogëlon. Ose dikush të takon nga e vërteta, ose jeta të çliron drejt diçkaje më të përafruar. Në asnjë rast nuk ka humbje, ka bëhje. Kjo nuk është një përfundim i zhurmshëm, është një mbyllje e brendshme, sepse disa lidhje nuk mbyllen me siguri, por me kuptim. Dhe në atë kuptim, ti e njeh se kjo lidhje nuk ishte kurrë e destinuar të mbante në mall. Ishte e destinuar të rafinonte, të mësonte dallimin midis lidhjes dhe përputhjes, midis dëshirës dhe fatit, midis intensitetit që lodh dhe thellësisë që të forcon. Dhe ndoshta tani mund të shohësh diçka më shumë. Ajo që e bëri këtë lidhje të ndaluar nuk ishte vetëm rrethana e jashtme, ishte distanca mes vetdijes dhe gatishmërisë. Dy shpirtra u njohën, por ende nuk ishin gati të takoheshin në jetë. Dhe kjo diferencë ka rëndësi, sepse njohja shpirtërore është e fuqishme, por vetë nuk mjafton. Jeta nuk pret, ajo kërkon integrim, vendim dhe veprim. Dhe këtu shumë njerëz gabojnë. Besojnë se një lidhje intensive duhet ndjekur me çdo kusht, por intensiteti pa rënje mund të kthehet në vuajtje dhe kuptimi pa mishërim bëhet mall. Ti nuk je më i bllokuar në atë konfuzion. Ke kuptuar se dashuria e vërtet nuk jeton vetëm në fantazi, nuk mbijeton në heshtje, as nuk mbahet vetëm me përmbajtje. Dashuria e vërtet kërkon pranin, koherencën, përgjegjësinë. Dhe nëse këto elemente mungojnë, kjo nuk e pavlerëson lidhjen, thjesht e riformulon funksionin e saj. Disa marrëdhënie nuk janë destinacione, janë ura. Të transportojnë nga ai që ke qenë tek ai që po bëhesh. Kjo lidhje tashmë e ka përmbushur qëllimin e saj. Të tregoj si ndihet të jesh emocionalisht i njohur. Zgjoj aftësinë tënde për thellësi, mprehu intuitën tënde, ngriti standardet e tua dhe të bëri të përballesh me durimin, dallimin dhe respektin për veten, të gjitha njëkohësisht. Ky nuk është një dhuratë e vogël. Nuk ke më nevojë të kërkosh shpjegime. Nuk ke nevojë të interpretohesh çdo heshtje apo t'i japësh kuptim çdo distancë. Ajo thelbësore tashmë është zbuluar. Kjo lidhje erdhi të zgjonte të vërtetën tënde, jo të ngatëronte, jo të kufizonte, jo të mbante në pritje. Ajo erdhi të tregojë çfarë është e mundur kur dy njerëz takohen përtej maskave. Ajo që ndodh më pas nuk është më nën kontrollin tënd. Nëse ata zgjedhin guximin, do ta njohësh, jo përmes shenjave, jo përmes mallëngjimit, por përmes veprave. Dhe nëse nuk e zgjedhin, gjithashtu do ta dish. Sepse edhe mosveprimi flet dhe ti tashmë je në paqe me këtë. Ke mësuar se pritja lëndon vetëm kur lind nga frika. Lirimi i pritshmërisë është çlirim kur vjen nga besimi në veten tënde. Nuk je më i pezulluar mes dyshimit dhe shpresës. Je i rrënjosur fort në qendrën tënde dhe ajo rrënjosje ndryshon gjithçka. Prej këtu ti nuk e mbyll zemrën, e hap me mençuri. Lejon dashurinë të vijë tek ti pa sekrete, pa fragmentim, pa hequr dorë nga vetja. Tani je i disponueshëm për një lidhje që të takon plotësisht, jo vetëm në mendim, por në praninë reale, jo vetëm në mundësi, por në zgjedhje të vetëdijshme. Dhe këtu zbulohet e vërteta finale. Nëse kjo lidhje ndonjëherë materializohet në mënyrë të prekshme, ajo nuk do të jetë konfuze, nuk do të jetojë në heshtje. Do të jetoj në qartësinë e vendimit, do të kërkoj të ecni bashkë pa shmangje, pa kushte që të bëjnë të zhdukesh. Derisa të vijë ai moment, ty nuk të mungon asgjë. Ti je i plot, siç tha Jung,
unë nuk jam ajo që më ndodhi. Unë jam ajo që zgjedh të bëhem. Kjo marrëdhënie nuk të përcaktoi ty. Reagimi yt ndaj saj të përcaktoi. Ti zgjodhe rritjen mbi obsesionin, vetdijen mbi iluzionin, integritetin mbi braktisjen e vetes. Kjo zgjedhje vlen më shumë se çdo rezultat, sepse nga ky moment ti nuk ndjek më thellësinë, ti e njeh atë. Nuk kapesh pas kuptimit, ti e mishëron atë. Nuk ke më frikë nga përfundimet që nuk duken si fillime, sepse e kupton që disa mbyllje janë inicime. Dhe pavarësisht nëse ata hedhin hapin e plot drejt së vërtetës apo kjo lidhje mbetet si një kapitull i heshtur që të transformoj, ti ecën përpara më i fortë, më i qartë, më i përafruar. Nuk pyet më çfarë do të thotë kjo. Ti po e jeton përgjigjen dhe përgjigjja është e thjeshtë. Po bëhesh dikush që zgjedh një dashuri të aftë të mbahet në realitet. Dikush që nderon thellësinë pa hequr dorë nga vetja, që beson në moment pa dorëzuar fuqinë. Kjo lidhje nuk erdhi të të thyej, erdhi të të zbuloj. Dhe tani e mban atë zbulim me vete, i qetë, i plot, i tërë.